garda dhe si lagje të vritet që ta dje me njëri tjetër. Ore me Sara Milen kush ka punuar me energji kaq të fortë. Atë bisedë, në radhë parë do të kërkosh ndjes për atë që ke thënë për atë vajzën. Në radhë që po them që në realitetet caktuara. Po e di vete nuk du ta mendoj që e ke thënë ti, nuk e besoj. Nuk e besoj që e ke thënë ti atë. Apo atëherë kur se beson ka thënë se pa shumë video. Nëse ka vërtet fjalë. Budallic më duket. Jo, nuk ta kështu. Ama lerani po ti e çuar e preshi fare bisedë. Po jo po fort. Po na shpjegova çka karrierë ka bërë në Partinë Socialiste. Nuk ka fare karrierë. Ajo Partia si energjizuat atë 10 mandate dhe sa ju duket dhe keq me energji, kupton? Ju si e shtuat në gara e Partisë Socialiste mori një energji super 3 kur u shpallën listat. Ku në listën e hapur u vendosën njerëz cilët kishin shumë më tepër vlera lokale, përvajsi lokale, forcë lokale, njerëz që kishin mundësi edhe me emrin e tyre të prodhonin vota, si Tirana, Elbasan, Dibër, dhe partia që ju përvajsoni dhe donet fiton dhe partia opozitës, në momentin që doli lista, u mbyll gara. Ore ju vodhët njëri tjetrin s'keni vjedhë shqiptarët. Po jo vërtet ato ju avën, ato Partia Demokratike në Dibër kanë botë copë njëri tjetrin, edhe pse u zunë ju vodhët njëri tjetrin. 40 vota ndryshonin nga njëri tjetri. Ju vodhët njëri tjetrin. Pra, këto të vjedhur etiketin ka Partia Demokratike. Sepse po vërja tamam bisedë. Unë e njoh pak, jo sa ju Partinë Socialiste. Po që çuni qifes të marri më shumë vota se dyer kryeministri Pandi Majko, kjo nuk është Parti Socialiste. Po ma mbushe mendjen me këtë që ju s'keni vjedhur njëri tjetrin. Hallallu i gjohë, ja keni mush mundjen dhe shqiptarë. Ka nevojë të kesh njerëz të rend, ka nevojë të kesh njerëz në network, ka nevojë të kesh njerëz në grupe caktuara interese. Por dyer kryeministri. Dyer kryeministri. Shumë mirë pra, dhe është një nga figurat e vlerësuara të Partisë Socialiste. Zgjidhet Sara Mile, nuk zgjidhet Mimi Kodheli. E kupton ku jetojnë? Pra, kjo është pjesa e garës për cilën edhe Mimi dhe Pandi dhe shumë kolegë tjerë. Ju që nuk i latë mundësi gare, kolegëve tuaj ja keni lënë shqiptarëve. Dhanë kontributin e tyre po aq të fortë për garën edhe pse i kishin vështirë. Të fort, të vyer, të super vlerësuar, edhe pse e kishin vështirë dhe e dinin shumë mirë që mbase rezultatet. Prandaj tha dhe kryetari, mbylleni këtë proces ta se do jepni ushqim qeverisë. Procesi është nga nesër fillon rinumrimi i gjithë votave. Tiranë, Fieri dhe kudo që i kërkojë opozita. Pra ky është ndryshimi i madh se e bëni ndërmjet si sot 15 vjet më parë ndojnë grevurie edhe kërkonim hapjen e kutive. Ata si hapën. Ja ku hapën kutit e Dibrës, u pa që ata i kishin vjedhur vetëm vota njëri tjetrit dhe ne kishim qenë 100% fair. Se ne nuk kuptojmë gjë se kjo pra ja ku është rasti. Kemi rënë se ne dim Partinë Socialiste dhe politikën ne kemi mbet mbrapa që votohet ai që ka kontribute. Po. Pra që ka i karrierë, që ka integritet moral, që ka një autoritet profesional, që është një figurë që një komuniteti. Në Partinë Socialiste nga që punoni shumë, ju dhe anonimët i bëni më të suksesshëm se sa ata që kanë karrierë. Kjo si funksionon si mekanizëm. Për shembull, prandaj po të pyes. Çfarë ka bërë kjo goca përpara? Nëse ti je në Partinë Socialiste, do ta dish profilin e saj. Profesional çfarë ka bërë që Qarku Elbasanit e votoi aq shumë. Pra, kush është kontributi që ka dhënë? Vajza po të ishte kandidate në Vlorë, nuk do të kisha atë vlerë që ka vota e saj që mblodhen në Elbasan. Edhe po të ishte në Paris. Sepse lokalisht, po të pyet çka ka bërë në Elbasan. Në Elbasan ka networkun e saj, njohjet e saj, mundësinë e saj dhe në momente caktuara krijohen rryma caktuara. Po këtë pra rryma që prodhojnë numër caktuar të votë. Jo të njëjtët njerëz që morën vota maksimale në 2021-shin, janë sot njerëz të votuar. Këto rryma çaja. Network i momentit. Ajo që është gara ishte ndërmjet. Pse nuk e krijon Pandi networkun për shkakun, po e krijon. Po e kam edhe Pandi, jo e ka, po e ka shumë. Në 2021 Pandi prap arriti të thyej listën. Kjo çfarë punë bën? Edhe Mimi thyej. Pra kontributi i tyre është jashtëzakonisht real. Personalitetet dhe figurat spikaturët se e partijës. Jo, nuk e theu listën Pandin 2021-shin. Ja kaloi ai inceneratorëve Alqi Vllako, po pasi ëmbret lekët e inceneratorit, i doli vendi Pandit. Dhe më vlerësuarit në listat e hapur. Prap si figurë e fortë që është Partinë Socialiste,
edhe në politikën shqiptare. Pas Alçibllakos. Si figurë pas Alçibllakos. E vjetër që je, një pyetje vetëm. Ka thënë që 5 minuta. Këtë se mora